Mirëmëngjes jo njerëz, u zgjova dhe doja në mendimin tuaj për diçka dhe një këshill. A bëra mirë që u tregova kaq i mirë apo jo në këtë situatë? Në supermarket me gruan dhe vajtëm për të psonisur ca gjëra. Mbaruam psonisjet tona në rregull dhe vajtëm te kasa e vum mbi te atje te banaku dhe po prisnim radhën të paguash. Pa pritur, vjen një grua dhe i thot saj të kas, a mund të më kalosh këta gjërat? Pa më pyetur fare mua. Edhe ajo ja merr dhe ja kalon. Në raste të tjera, unë s'do kisha fare problem të ndodhte kjo, se kishte shumë më pak gjëra se mua. Por, kur bëhet llaf për gra shtazane, jam shumë i ndjeshëm dhe nuk e toleroja dot që ajo e kaloi kur gruaja ime porinte në kem shtazan dhe po priste. Për momentin nuk thash gjë, thjesht po e shikoja kështu tani natë. Kjo e kuptoi, e ndjeu dhe në fund kur iku uli kokën kështu e tha faleminderit dhe iku. Asaj nuk i thash gjë se në fundit as ka faj, kjo e kasa se kaloi. Kur i vajta kësaj të kasës edhe i thash, e kishte shumë të shpejtë ajo, Nuk priste dot radhën, i thash. Jo, tha, po ne këtu te supermarketi kemi zakonisht që kur kam pak gjëra nuk i lëm njerëzit të presin, tha. I thash, ne të presi gruaja ime shtazan, kam, i thash, O, po unë nuk e pash radhë parta që ishte shtazan dhe e dyta kakarike të ulet. Kur ma tha këte, më ipën ka ca bujnë fare. Thash, kjo goca që janë idiote komplet. Ky brez i ri nuk e di çka ka psuar, nuk kanë ndjeshmëri zero dhe logjika e tyre është shumë për të dëshiruar. Vazhdoi dhe themun, në radhë parë nuk më pyete se është radha ime, i thash, dhe më takon mua ta le apo jo. Dhe as ajo nuk më pyeti mua, i thash, ta le apo jo. Po është çështje mirësie, tha, kur ka pak gjëra, ne i lëm për mirësi. I thash, atë mirësinë më takon mua të ma lesh, ta mendoj, i thash. Dua apo s'dua ta le? Nëse po vazhdonte kjo me të sajën, me atë attitude-in, e ke parasysh që çapo bën ky për një gjë të tillë. Edhe vërtet nuk është ndonjë gjë e madhe, por në thelb është e madhe, sepse një grua shtazan 8 muajsh nuk mund të presi në radhë. Edhe aty jam mbyll gojë, themun, në vend të kërkosh më fal, themun, po mundohesh ta justifikosh gjithë situatën, po ul kokën aty edhe vazhdo punën. Nëse aty e uli kokën, nuk foli me fare, edhe derisa mbaroi ato gjëra dhe u pagova, kokën ulur kjo. Tashi unë dua mendimin tuaj, a bëra mirë që ja lash karmës lart dhe e lash me kaq, apo duhet ta kisha vazhduar më tej dhe duhet të kisha thirrur menaxherin për situatën. Edhe kishte shanse që të humbiste edhe punën. Por më erdhi shumë keq se ishte gocë e re dhe pse ti bëja një dëm të tillë. Ju si do kishit vepruar? Ju lutem më thoni në komente.